Horoskopi ditor, 27 tetor 2025, dashi, sot do të kesh mundësi të zgjerosh përvojat e tua dhe të bësh përshtypje tek të tjerët, i dashur dash. Është koha e duhur për të krijuar lidhje të reja dhe interesante. Çdo aktivitet që të largon nga rutina ose të mëson diçka të re mund të jetë shumë i mirë dhe madje mund të sjellë njerëz të veçantë pranë teje. Ndërkohë, emocionet mund të luhaten pak, por kjo të ndihmon të kuptosh më mirë çfarë dëshiron vërtet. Me kalimin e ditës mund të ndihesh shumë i motivuar për të përmirësuar jetën tënde, veçanërisht me njerëzit që të mbështesin pranë. Mund të shfaqen mundësi për zgjerim të familjes ose përvoja të reja në shtëpi. Kontaktet e reja, forcimi i lidhjeve dhe gjetja e paqes me të kaluarën mund të jenë në fokus. Marsi që bashkëpunon me Jupiterin sjell mundësi për përmirësim dhe rritje. Mund të ketë lajme të mira përpara, prona ose çështje familjare dhe mund të ndihesh më i fuqishëm, optimist dhe me shpresë për marrëdhënie intime apo familjare. Ke një dëshirë të madhe të jesh produktiv dhe je gati për sfida ose mundësi. Çelësi i sigurisë së sotme është të ndjekësh zemrën tënde. Demi, sot do të ndihesh më i lidhur me ndjenjat e tua, intimitetin dhe zhvillimin psikologjik, i dashur Demi. Besimi në vetvete vjen më natyrshëm tani, me kalimin e ditës, ndikimi i Marsit dhe Jupiterit rrit besimin tënd për të bërë përmirësime. Gëzimi dhe optimizmi yt mund të forcojnë marrëdhëniet e afërta. Aktivitetet me partnerin mund të jenë shumë të kënaqshme dhe bashkëpunimi mund të jetë shumë produktiv. Gjithashtu, është një kohë e mirë për të punuar në projekte krijuese. Negociatat mund të shkojnë shumë mirë sot dhe marrëdhëniet mund të kenë një ndikim të fuqishëm, sidomos kur bëhet fjalë për të bërë gjëra të ndodhin. Të ndjekësh dëshirat e tua është më natyrshëm sot dhe dikush i veçantë mund të inkurajojë për të arritur një qëllim, ose aktivitetet e përbashkëta mund të jenë shumë produktive. Binjakët, sot idetë e reja ose aktivitetet jo rutinore me dikë mund të forcojnë ose madje të krijojnë një marrëdhënie, i dashur binjak. Të ndash diçka me të tjerët ose të mësosh diçka së bashku mund të jetë shumë kënaqësore dhe e suksesshme. Megjithse mund të ketë ndjenja të mbetura nga e shkuara në mëngjes, dita do të bëhet më energjike me kalimin e kohës. Përfiton nga një vizion më i gjerë dhe i menduar mirë, pasi Marsi dhe Jupiteri janë në harmoni. Mund të shfaqet një mundësi që lidhet me punën, financat ose përdorimin e aftësive të tua. Ambicia rritet në mënyra të rehatshme dhe je më i gatshëm të veprosh për të zbatuar idetë ose për të marrë hapa për të kapërcyer pengesat. Sot motivimi yt për të përmirësuar jetën ose për të sjellë më shumë bollëk është i dukshëm. Kjo është një kohë e mirë për projekte me interes afatgjat ose për të kërkuar një ngritje. Gjithashtu, është një periudhë e fuqishme për aktivitete që promovojnë shërimin fizik dhe emocional. Gaforia, sot do të marrësh mbështetje nga yjet për të bërë ndryshime që të fuqizojnë e dashur gafore. Ndonjëherë dita mund të fillojë pak e ngadalë, por me kalimin e saj do të ndihesh më energjik dhe më i qartë në mendime. Bujaria jote dhe aftësia për të fituar besimin e të tjerëve janë të forta sot. Mendon me gjerësi, ndan dashurinë tënde dhe ndihesh mirë kur merr vlerësime pozitive nga të tjerët. Por nuk mjaftohesh me kaq, dëshiron të bësh gjëra të rëndësishme dhe të përparosh. Ndikimi i Marsit dhe Jupiterit sjell një ndjenjë bollëku dhe të bën të ndihesh sikur po vë jetën tënde në rregull. Kujdesi romantik është i mundshëm. Dhe ndihesh më i sigurt, i drejtpërdrejtë dhe i fokusuar. Mundësi për të zgjeruar horizontet e tua, për shembull përmes mësimit ose eksperiencave të reja, mund të dalin sot. Këshilla e ditës, shfrytëzo energjinë pozitive për të ndërtuar diçka të bukur për veten dhe marrëdhëniet e tua. Mos ndalo, por vepro me besim dhe qetësi. Luani, sot yjet të ndihmojnë të shohësh gjërat nga këndvështrime të reja që përmirësojnë jetën tënde, i dashur Luan. Mund të bësh hapa për të përmirësuar veten dhe të ndihesh i motivuar nga qëllimet dhe nevojat më të lumtura ose më të përshtatshme në marrëdhënie. Në mëngjes mund të jetë e lehtë të ngecësh tek problemet, por me kalimin e ditës do të ndihesh më me fat, më i qetë dhe më i mbështetur.
Marsi dhe Jupiteri janë në harmoni, duke rritur besimin tënd, intuitën dhe spontanitetin. Veprimi mbi një çështje personale ose familjare mund të sjellë shumë përfitime dhe kënaqësi sot. Mund të vendosësh energjinë tënde tek një projekt të veçantë ose diçka që ja vlen të ndjekësh. Ka mundësi të zbuloj një burim ose aftësi që nuk e kishe vënë re më parë. Këshilla e ditës: shfrytëzo këtë ditë për të investuar energji në gjëra që kanë vlerë të madhe për ty. Ide të reja dhe iniciativa personale mund të sjellin rezultate surprizuese. Virgjëresha, sot çështjet e zemrës janë magjike dhe intensive në mënyrë të këndshme. E dashur Virgjëresh, është shumë e rëndësishme të jesh i sinqert me veten për ndjenjat e tua. Në mëngjes mund të duket e vështirë të mos mendoj vetëm për problemet, por Marsi dhe Jupiteri janë në harmoni, duke të inkurajuar të bashkëpunosh me të tjerët për të arritur diçka ose për të shijuar një projekt të veçantë me një mik apo partner. Mund të avancosh një projekt që lidhet me komunikimin ose të ndihesh veçanërisht i entuziazmuar për interesat e tua aktuale. Je magnetik, por gjithashtu po krijon fatin tënd duke marrë iniciativa. Sot është një kohë e mirë për aventura të reja dhe projekte të guximshme. Pasi ana jote pioniere del në pa. Mund të vijë një ide për një projekt të ri dhe emocionues që ja vlen të ndjekësh. Këshilla e ditës: ndiq zemrën dhe mos hezito të marrësh iniciativa. Ide të reja dhe projekte kreative mund të sjellin shumë kënaqësi dhe përfitime. Peshorja, sot mund të ndihesh më i mirë në komunikim, mënyrën e të menduarit dhe në lidhjen me të tjerët në mënyrë më domethënëse. E dashur Peshore, me kalimin e ditës dhe ndikimin e Marsit dhe Jupiterit, besimi yt rritet ndjeshëm. Kjo është një kohë e fuqishme për karrierën, biznesin dhe çështjet financiare nëse guxon të veprosh me besim. Mund të marrësh njohje për përpjekjet dhe talentet e tua. Me pak kreativitet mund të përmirësosh gjendjen tënde financiare. Kujdes me intuitën tënde për para dhe punë. Sot është dita për të bërë gjëra të ndodhin. Je shumë i aftë dhe mund të përdorësh talentet dhe resurset e tua në mënyrë të shkëlqyer. Nuk do të ishte keq të marrësh drejtimin ose iniciativën në projekte të rëndësishme. Këshilla e ditës: vepro me besim dhe përdor talentet e tua. Mund të arrish shumë sot, sidomos në punë dhe financa. Akrepi, në mëngjes mund të ndihesh pak i vështirë për të shprehur ose për të afirmuar. I dashur Akrep, megjithatë ndryshimet, qofshin fizike apo emocionale, mund të japin kënaqësi. Me kalimin e ditës, energjia bëhet më e qetë dhe më pozitive. Kjo është një kohë për guxim dhe për të lënë pas inhibicionet. Ndikimi i Marsit dhe Jupiterit rrit shumë besimin tënd. Sot je veçanërisht aventurier dhe guximtar. Kërkimi i eksperiencave të reja, sidomos atyre që zgjerojnë horizontet e tua, është në fokus. Përpjekjet për të promovuar veten mund të jenë të suksesshme. Motivimi për të bërë gjërat sot është shumë i fuqishëm. Besimi i rritur mund të sjellë mundësi të paçmueshme. Ke energji për të investuar në qëllimet dhe idetë e tua dhe dëshiron të marrësh pjesë në aktivitete që të nxjerrin jashtë rutinës së zakonshme. Këshilla e ditës: mos u frikëso të provosh diçka të re dhe të dalësh nga zona e rehatisë. Sot mund të hapen dyert të reja për ty. Shigjetari, sot mund të vinë mundësi të rëndësishme. I dashur shigjetar, veçanërisht për të lidhur me të tjerët, ndar idetë e tua, mësuar diçka të re ose udhëhequr dikë. Edhe pse në mëngjes mund të ndihesh pak i pasigurt, me kalimin e ditës do të ndihesh më i sigurt dhe i qetë nga brenda. Marrëdhëniet e tua më të thella po forcohen, dhe sot je veçanërisht i aftë të përdorësh resurset e tua. Përpjekjet për të përmirësuar veten janë shumë të favorshme, ose mund të ndjesh kënaqësi duke ndihmuar dikë. Me Marsin ende në sektorin e privatësisë, kërko mundësi për të shprehur veten pas skenave. Kjo është një kohë e shkëlqyer për intimitet ose për të vepruar mbi çështje private. Gjithashtu, mund të zbulosh një burim të pashfrytëzuar ose të marrësh lajme të mira përpara. Këshilla e ditës: shfrytëzo mundësitë për të ndihmuar të tjerët dhe për të vepruar në çështje private. Kjo mund të sjellë përfitime surprizuese. Bricjapi, sot zhvillimi i talenteve të tua mund të japë kënaqësi dhe fuqizim. I dashur Bricjap,
Qasja jote ndaj të ardhurave dhe pronave është më pozitive, duke sjellë rezultate të ndryshme. Mund të zgjidhësh një çështje financiare, gjë që të sjellë lehtësim, ose ndihesh i motivuar për të bërë jetën më të rehatshme dhe të kënaqshme. Me kalimin e ditës, shfaqet një vizion më i gjerë dhe një ndjenjë besimi tërheqëse. Marrëdhëniet mund të lulëzojnë për ty dhe të tjerët zakonisht mbështesin idetë tua. Je i mbushur me entuziazëm dhe mendon me pamje të gjerë. Kjo është një nga kohët më të mira për të shfrytëzuar mundësitë. Je i gatshëm të përballesh me pothuajse çdo sfidë, ndërsa Marsi dhe Jupiteri janë në harmoni. Besimi yt është natyror dhe jo i egzageruar, dhe je i kënaqur të lëvizësh me ritmin tënd. Kjo është një kohë për lidhje të fryqme dhe emocionuese. Ujori, sot je në formë të mirë për të lidhur me ëndrat dhe dëshirat e tua, i dashur ujor. Mund të bashkëpunosh me dikë për të bërë diçka të veçantë. Influenca dhe lumturia jote me miqt, grupet ose rrjetet mund të jenë në fokus, edhe pse duhet të kujdesesh për informacion të gabuar ose të egzageruar. Me kalimin e ditës është e natyrshme të kanalizosh energjinë e padurueshme ose frustrimin në projekte konstruktive. Ndikimi i Marsit dhe Jupiterit është me fat dhe rrit besimin. Motivimi yt për të bërë diçka me kuptim me kohën tënde është i fortë. Të tjerët do të vënë re talentet e tua dhe është koha për të treguar aftësitë e tua. Qasja jote ndaj punës dhe qëllimeve është jashtëzakonisht pozitive dhe je i gatshëm të përballesh me çdo sfidë. Je i gatshëm të japësh përpjekje për të pasur sukses, gjë që të sjellë situata pozitive. Peshqit, sot përvoja ose intuita jote mund të ndihmojë shumë punën dhe vendimet që merr, i dashur peshk. Ke energji të mirë për të zgjeruar horizontet e tua personale përmes projekteve kreative, ndërsa Marsi dhe Jupiteri janë në një kënd harmonik, tërheq vëmendjen e të tjerëve. Aftësia jote për të tërhequr njerëz rritet shumë. Sot janë të favorshme aktivitetet konkurruese, provimet, mësimi dhe aktivitetet kreative. Ke prirje të bësh plane të mëdha, të shohësh gjërat nga një pamje më e gjerë dhe të shijosh ndarjen e ideve dhe vizioneve kreative me të tjerët. Mund të ndihesh veçanërisht pasionant për diçka ose dikë, dhe kjo mund të të afrojë më shumë tek dëshirat e tua. Këshilla e ditës: ndiq intuitën dhe përdor energjinë kreative për të shprehur veten dhe për të afruar gjërat që dëshiron.